ekuilibruar, i qartë për midis pjesës që ekuilibrit nevojës që kemi për një proces drejt, por edhe mënyrës se si duhet të eci procesi. Kështu që unë nuk kam shtoj as më shumë as më pak nga pozicioni që kryeministri ka mbajtur për këtë çështje. Kush mendoni se është ai personi i famshëm Nesti Angoni Andoni, nuk e di si quhet tamam. Kjo është një çështje që është komplet irelevante. Ju pyes me që jeni mik i afërt i tij. Jam mik shumë i afërt i Erionit, po kjo është një çështje irelevante. Unë mendoj që ne meritojmë një drejtësi e cila të shkojë çështjeve në fund dhe marrja e elementeve që janë të nivelit thashësimnajes nuk e ndihmojnë procesin. Ndaj dhe unë mendoj që kjo është një gjë e cila duhet i lejmë hapave të procesit drejtësisë. Për fat mirë ka një seri hapash sistemi drejtësisë dhe po kjo ngjarje sa e tronditi Partinë Socialiste, duke qenë se ishte në prag të zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare. Padyshim që ka pasur një impakt, por ne tani jemi të fokusuar ke rezultatet e zgjedhjeve dhe besoj që të gjithë jemi të fokusuar ke kjo çështje. Ju do vazhdoni ta mbështesni reformën në drejtësi ose strukturat e ngritura si rezultati reformës në drejtësi, pavarësisht se në momentet e para e konsideruat edhe një lajthitje të momentit, ndoshta ishte edhe emocionale ajo. Po u interpretuar në mënyra të ndryshme, sikundur u interpretua dhe komenti i Berishës se do ta shkrinte SPAK-un nëse do të vinte në pushtet. Pastaj tha se do ta riformatonte dhe pastaj tha se do të priste opinionin e Venecias. Edhe pyetja e të gjithëve është çfarë do të ndodhë me strukturat e drejtësisë, kushdo që do të vinë në pushtet. Unë besoj që për këtë çështje prapë Partia Socialiste ka pasur dhe ka një pozicion shumë qartë. Kryeministri ka mbajtur në mënyrë sistematike një pozicion të qartë për këtë çështje dhe çështja është që reforma në drejtësi është sot në këmbë, fal vullnetit të Partisë Socialiste dhe të kryeministrit Edi Rama dhe garancia e vetme e vijimësisë së pasurit një sistem të pavarur, profesional dhe me standarde të drejtësisë është Partia Socialiste. Vim te premtimi juaj. Premtimi ju premtoni pasaportën europiane. Ndërkohë, Alianca për Shqipërinë Madhështore premton Shqipërinë Madhështore. Po ju thoni se me pasaportën europiane rrjedhimisht do të vi edhe kjo Shqipëria Madhështore, sepse benefitet që do të kenë të gjithë njerëzit prej kësaj pasaporte do të jenë të mëdha.